لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Shumë të nderuar vëllezër muslimanë, ju dëshiroj përshëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, mëshira, begatit, mirësi dhe gjitha dhuntit e Allahut dhul Xhelal qofshin mbi ju. Falënderimet dhe lavdërimet çdo moment që i takojnë vetëm Allahut xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirësit të gjithdijshmit. Allahu dhul Xhelal i cili nuk ka fillim dhe s'ka mbarim, Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, të cilit nuk i përngjan asnjë krijesë dhe i cili është i pavarur nga çdo gjë. Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, i cili mbikëqir dhe sheh gjithçka. Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, i cili është i informuar për çdo hollësi të kësaj dynjaje, edhe i cili dëgjon gjithçka. Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë inshallah me dëshira apo pa dëshirë tek ai do të kthehet. Gjithashtu, salavatet dhe selamet të nderuar vëllezër musliman në këto ditë të bukura të përkujtimit të lingjës së Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallamit, bashkërisht kështu si jemi, i aqojmë dhe ja dërgojmë shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed. Familjes e ditë të pastër të ndershme, ashabëve, tabiinëve, etbaj tabiinëve, edhe gjithë atyre që e ndjekën, janë duke ndjekur rrugën e tij, edhe ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër muslimanë, unë sot do të folim ndoshta pak për linjën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe pse nuk dua të shkoj në atë pikpamje historike apo atë vargun historik se si rrjedhin ngjarje për linjën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, mirë po para asaj, para se të flas për atë, unë përmenda disa ajete kuranore nga surja Inshirah. Sura Inshirah, kur themi ne, megjithse ndoshta shumicës prej jush mund mos ju kujtohet, surja Inshirah është surja apo kaptina Alam nashrah laka sadrak, apo surja Duha është vetë Duha. Me këtë sure makullajna në tekët, kur themi kaptina e Duha, me nja në shkon menje këtë kaptina e Duha. A kur themi surja Inshirah, nuk në shkon menje se është e kaptina Alam nashrah laka sadrak. Pse është quajtur kjo kaptinë kështu? Do të tregojmë si vijon. Kaptina Inshirah apo kaptina e pastrimit është quajtur nga shkaku se Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu pejgamberin alayhi salatu wassalam i bëri një operacion shpirtëror, mos themi edhe fizik, ne nuk e dim mirë. Mirë po, ajo që di që Muhamedi alayhi salatu wassalam do të vinë në taj rasti, i është pastruar gjoksi. E di që gjokset tona, shpirtrat tonë, kjo përparmja e joa këtu, bashkërisht me zemrën, janë të mbushura me të këshilja. Besoni, jo çdo herë kur shtrëngon gjoksi është problemi i zemrës dhe i medicinës. Jo. Besoni. Kur shtrëngon gjoksi do shkosh ka pas raste. Do shkosh te mjeku i thosh, o doktor, a kështu, më shtrëngon me diçka te gjoksi? Mos kam të vizitatë në një frak. Jo me s'kejmë frak, mos u mërzit. Do një herë gjoksi shtrëngon edhe nga gjinat atë ish. Se jo rastësisht Allahu i thot pejgamberit alayhis salam, nuk o zbulim kuranor është kjo. Prandaj mos keni frikë kur ju shtrëngohet gjoksi në mjerë shpesh, është zbulim kuranor i dashur Allahu musliman. Se ne me njerë direkt i doktori, normal, se s'kemi. A kimi një doktor në shtëpi? Kimi një doktor? Mbi çëshmi recepte ka ati. Krejt recepte që janë të rregulluar mirë. Ato recepte kanë titullin Kur'an. Ne të të zbritëm Kur'anin shifaun wa rahmetun wa hudan lil mu'minin. Ne këtë Kur'an e zbritëm shifa. Shikoni, doktori të jep ilaç, nuk të jep shërim. I vetmi që thot me japim shërim thot Allah. Interesant. Nuk e ka përdor Allahu fjalën ilaç në Kur'an. Jo. E ka përdor fjalën shërim. Do të thonë, shërimi është 100% i garantuar. Kusht puna.
Ma tërgoni doktor këtë dinjon që thotë shërimi nga spitali im, nga diagnozat e mia, edhe nga ilaçet e mia është 100% të shërohet. As këtu. Po nuk ka, ai vetes mund ta shërojë dashur vëllazër. A mund duhet me shku? Normal, me deti nuk është haram. Nëse e kërkon nevojë. Ama mirë është para se me shku te mjeku i dinjos, me shku te mjeku i qiellit. Ai është Allahu xhaleshanu më xhelalu. Ti mjek i qiellit thotë ne nuk shërojmë, ne nuk japim ilaçe. Ne të të shërojnë, direkt shërojnë. Interesant. A i të unë shërojnë, ti shkon të ajë qep ilaçe. Oni shkon dhe ta i së është problem. Ama unë të të garant shërojnë. U së s'puna. Edhe a i gjoksi kur shtërgon, ta dishin dhe njerë shtërgon për gjinale. Këtu e zemra. Zemra o kojshime gjoksi. Si ajo molla e kalpur. Ajo jo një thes. Një kamion me molla tjera i kalpën tjera. Se ka problem. Ajo pun me erë i kalbën tjera. Edhe zemra e kalbën. Nuk kalbën vetëm damarët e zemrës. Ajo e kalbën komplet gjoksin të ashtë Allah musliman. Edhe si pasoj e kësaj, edhe në qëfar djetë? Si pasoj e kësaj, në aspekti psikologjik, si pasoj e ngurtësisë së zemrët, edhe smundjes së zemrës, zemra disa herë është përdorur në Kur'an. Përmendet fi kulubihim maradun. E dini smundjen e zemrës Kur'an. E keni në faqen e parë Kur'anit. Lexoni. Fi kulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alim. Ata në zemrat e tyre të kanë çfarë? Smundje kanë. Eshe? Pas ka smundje zemrë e ndryshe, jo vetëm smundje kardiovaskulare që ne njohim në medicinë. Ka smundje zemrë më të rrezikshme. Edhe kjo smundje zemrës në Kur'an që përmendet ka dy probleme. Në këtë dinjo të jep ngushtësinë e gjoks, në botën tjetër të garanton xhenemin. Interesant. A kjo ngushtësia, ti problemi zemrës këtë dinjo, ma shumë se infrakt i argjohës mund të të poje. Edhe ma shumë se vdekja. Dikur që thosh, a pa këtë vdesë? Po një ditë të vdesën, e krejtë të vdesën. Pa ka shumë të vdesën për ditë. A dhe mbaron, a më mbaron. Këtë mire ka, me infrakt mbaron qëtë gjohë. A më smundje zemrës në Kur'an nuk mbaron me infrakt. Veç fillon belaja. Belaja e parë është natë e varit, belaja e ditë është qëndrimi në varë, belaja e tretë është dalja para Allahut, belaja e katër është kantarët dhe mizani, edhe ato kantarët e gjatë, se cili njeri do të ketë kantarin e ti, edhe belaja e katër apo e pesë është kalimi pi urën e siratit, belaja e gjash është se nuk e dina do bish prej ura jo, këtë din vetë. Qish në këtë dinja e di se ura jote e gjenemit, a është e hollë, si qimja, si maja, apo si tehu i shpatës, apo është i asfaltuar si autostradat e Goslivarit dhe të tavës. Ti e din qish këtë dinja, po si dhe e di ju, e din prej punëve tuje, se qfar punë e punon, atë që kede urën e gjenemit, të gjonë, ose të shkurt, ose të hollë, ose të bret, sa pendja, apo sa tehu i shpatës. Allahu Gjeleshanu prandaj ne thot, në zemrat e ti, prandaj, thot, kemi kujdes zemrat e Zotit rregulloni, ato zemrat e doktorit s'ka problem. Dhe që so është pak të kaloje, ajo ngushtësia në gjoks që të vjet, kalon. Me një ilaç, me një terapi, me një infuzi e kështu me radhë. Ama zemra e Zotit në qoftë se smuhet, ndaj Zotit është problem. Pse efektet negative janë shumë të mëdha. Një ndër efektet më katastrofale ku zemra ngurtësohet, e dini çfarë është? Se asnjë fjalë e Zotit nuk duket interesante. Zoti na robi. Asnjë fjalë e Zotit nuk të duket interesante. Me ta pru muezinin e Medinës të trape sot një ezan, ti xhamati qajnë, ti s'qajnë. Do me thonë, krejt xhamati do emocionohen nga i zëri i bukuri i muezinit të Medinës, të din, haqilere sa bukur them, sidomos namazin e sabahut, apo muezinin e Mekës, mund ta imagjinosh sa bukur. Jo lëkura, po zemra dridhet nga e bukuri e përmendjes fjalës Allahu Shano. Ati në qoftë se ke zemrën e ngurtësuar, gjoksi i ngushtuar, ti normal. Si Hasan Faslia, si muezini i Mekës edhe i Medinës nisoj të të vije. Bile ma atë Hasan Faslia ma shumë mund të emisionor. Pse? Sepse ki shejtan është aq i keq, sa që gjon më të bukur të Allahu ta bën më të keqe. Interesant. Edhe gjon më të keqe të dinjas ta bën më të bukur. Interesant. Këtë puna e ka në Kur'an përmendet.
wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Shejtani ju ka zbukuruar punët e këqija. Puna e keqe duket shumë e mirë, një punë shumë e mirë e hajrit duket shumë pa lidhje e keqe duket. Këtë punë ka shënë. E kjo vjen çfarë? Vjen nga fakti dhe nga shkaku edhe si pasojë e ngurtësimit dhe smundjes së zemrës. Fi kulubi i meredu. Kje kujdes, kontrolloj zemrën tënde. Allahu në shanu në suratul Bekare, thashtu, në zemrat e tyre ka çfarë? Meret, ka smundje. Arabisht original smundjes i thonë mered. Meredun është smundje. A mjafton me kaq? Nuk mjafton me kaq. Kur zemrat të sëmurën, fezadehumullahu mereda. Allahu i shton dhe i ngarkon smundjet e zemrës. Kjo shumë e keqe është. Andaj Allahu Gjeleshanu u Gjelle Gjelalu në surët e Inshira apo të kaptina elem në shirah në kesadrek neve në bon me di i dashur Allah musliman kështu dhe i thot pejgamberit a.s. ati i thot mirë po, këshillat që vijojnë nga kjo sure më të kusht qëfar vlenë? Këshillat vlenë edhe për ne Allahu Gjeleshanu u Gjelali i thot pejgamberit a.s. Estaidu billah, bismillahirrahmanirrahim. Elem në shirah në kesadrek? Elem është pjesës pyetëse. Për emër është pyetës. Elem, a nuk të pastruam në ty gjoksit? Sadrek. E shëqoni të të? është problemi gjoksit. O problemi gjoksit. O problemi tuti qka. Në këtë pjesën e përparme të trupit tonë. Ato bodybuildera që i reklamojnë të gjoksit të tyre. Ato krejt smundje kanë ato. Në qose nuk janë Allahu, kuptohet. Me falje nga ato që janë Allahu në shanu. Elem në shirah leke sadre, o Muhammed, a nuk ta pastruam në ti gjoksin tënë? U e dhana, e pse ta pastruam në ti gjoksin? Qa u desh të pastruat gjoksin ti? A ishtë një fmi i vogël, 6 vjeqar ishtë, 6 vjeq i kishte. Qfar gjoksin kishtë për nga mërës? I vogël, mund të paremnoni fmi hala pa hi në shkohë. Ta që i qëj shkohë me zorë në gratë. Hala pi gjepi drejt shkohë ishë, me këto ligjit e reja. Elem në shirah në kësa drek, a nuk të pastruam ti në gjoksin, o Muhammed? Përse? E përse? A kishte gjina Muhammed a.s. në moshën 6 vjeqare? A jo në moshën 6 vjeqare? A nuk kishte gjina në moshën 60 vjeqare? A nuk kishte gjina dhe në moshën 63 vjeqare? A i vdiq pa gjina? A ishte melek? Nuk ishte melek. A i në mësoj neve se si mund njeriu të arri në jetën e ti të kaloj pa gjinat më dhaje e ka u fjallë. Sa ishë për nga me, gjokës i ti u pastru, gjokës e tona nuk janë pastru nga meleket. Nuk janë pastru. Por gjokës e tona pastrohen nga Kurani. Nga Kurani. Ja ilaqin për ne. Ja ilaqin, baj me. Ela bi, estejlu bila bismillahirrahmanirrahim. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. A nuk qetësohen zemrat tuaja? Zemrat qetësohen. Bije qetë zemrat. A nuk qetësohen zemrat tuaja? Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. A nuk qetësohen zemrat me të përmendjen e Allahut? Ela bi dhikrillahi me të përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Interesant. është një copë milshi këtu në zemër. Nuk e di sa mund peshoje. 200-300 gram, ku e di une. Pa barësish nga masia e trupit të njeriut. është insaluhat për pejgamberi islam, operatori më i mirë, kirurgi më i mirë i zemrave, mbas Allahut është Kurani, mbas Kuranit është Muhamedi alayhis salam. Në trup ka një copë mishi. Nëse ajo është mirë, krejt trupi është mirë. Shëndosh. Problemi është krejt diku që këtu. Në pjesën e përparme të gjoksit tonë. Edhe që këtu. Edhe që këtu është problemi. Te bali. Dikush e thotë tash maki hoxha hini medicinë. Nuk o medicinë. Është Kur'an është. Vallaj Kur'an është. Ju kërkoj falje doktorëve. Por Kur'an është. Amerikanët e kanë vërtetuar. Di smundje, di probleme, di pika orientimi, di navigatora ka njeriu në trupin e tij. Zemrën që e përshkon edhe gjoksit, edhe pjesën e përparme të ballit këtu. E nasje përmendet në Kur'an. Ditën e Kiametit, thot Allahu xhaleshanuhu, ata që janë të caktuar për në xhehenem, ne do t'i kapim për ballukesh, për pjesën e përparme të ballit
edhe për këmbësh, edhe do t'i fugim, do t'i hudhim në mënyrë të nënçmuar në xhehenem. Hajde për këmbësh e di, pak normal, e hek për këmbësh, zhake. Ama më intereson, pse përballi? Pse përballi? Thot do t'i ka, jo për flokës, ato do me thonë ato që s'kam flokë të shmëtojnë, s'ka ku të më kapi. Jo, përballi, shtuk. Pjesë e përballi, kjo e nasje. Kjo që të arabisht e nasje. Në Kur'an përmendet e nasje. Ata të do hudhën e zjarin e xhehenemit, për këmbë dhe për këti nasje, pjesë e përpar me ballit. Në medicinë, mirë ato që studiojnë medicinën edhe ato që nuk studiojnë, mirë përbërjen e trurit dhe shohë. Truri si është nda i madhi, i vogli, i mesmi, i përparmi, këtu në ratë, do të shohen që çdo pjesë e trurit ka problemin e vetë, ashtu. Një pjesë ka problem të informon për shijet, e amël, e idhet, e tharët. Një pjesë t'i dalon gjira, e bartë, e zese, kuqe e verë. Një pjesë të mbanë orientimin, që është në pjesën e prapme në fund të boshit kurizor, në kritë të boshit kurizor, kështë më ratë. Një pjesë mbanë men, një pjesë mbanë men numrat, një pjesë mbanë men emrat, krejt foldera, krejt kutia. Kjo është madhështia Allahu në shakme. Madhështia e Zotit. Në qofë se një pjesë e një damarit të trurit lëndohet, ti krejt mund t'i diish, Allah mund t'a boje, vetëm emri jotë më të kujtohat ish. Interesant. Si e kvata me emri? Nëse Zoti don, t'a bon krejt emnet e dynjavë, futbaleret e Realit, e Bartës, e Milanit, e Inter, krejt i bashmet, emri tonë se di. Si të rim Zoti t'a bon? A më si t'a bon? 1 centimetre damar t'a blokon të trurit, ti emrin ton nuk e din asnjëherë. Sa do t'a kalzojnë bas 3 sekondave prapë dhe piti si e pata me emrin? A, shtu është truri i përgore. Kjo mrekulli e Zotit. Te barek Allahu ahsen el khalikin. I lartësuar qoftë Allahu më i miri krijues. Po ku ka më të mirë krijues Allahu në shanu? Ku ka më të mirë? Ku ka më të mirë? Vetëm miskonjës, ajo që nga bezdisë në vere, që nuk nga letë flejnë në atëm, që nga kafshon dhe nga piskon, vetëm në balë ka 100 sin. 100 sin. Ki është Allah? Kush mund t'i japë 100 sin dikujt, askujt? Ne me disi kemi probleme, dishim pa Cezari. Mushkoja 100 sin, aspirator, laborator, prej vendi që i kafshon njeri unë, deri te barku, ja bon analizat e gjakut ati që ja merë gjaku. Farfola me kjo është, po, me realizore e shosh, do apitesh. Prej fillimit ku e pickon njeri unë, mushkoja, ajo miskoja, deri te barku, ka laborator, nëse ki gjakin e mirë, vazhdojnë, pin, nëse nuk i pëlqen gjaku, shkon e jo, shkon dikun tjetër, i bon analizat. Kur e merë gjaku mbrenda në bark, qëfar ka? Ka frigorifer që e ban gjaku uftoha, mos i prishët në bark për e sa. Farova i frigoriferi, kujo, i Slovenisi, kujo. Ajo frigoriferi pikati 7 qelit është. Allahu ja ka vendu në bark asaj. Kush e bon këta? Allahu gjele shanu më gjele gjele. Ki Allah që ti edhe unë i bëjmë gjinahen në njëherë. E që kush është Allah? Pra netët, te barek Allahu ahsen el khalikin. I lartësuar qoftë Allahu më i miri krijues. Ki Allahu gjele shanu thët, në xhehenem në do t'i kapin, qëfar? Për këmbë dhe për balli, edhe direkt në xhehenem. Për këmbë e kuptoj mirë, ama për balli pse, o Zot? E pse? Ne nuk e zbuluam, se ne kemi shumë probleme tjera, mo zonë tash ne, me sa problemet kota miremi, edhe me sa investimet të kota. Mirëve, një 10 biznesmena, le ti marri një 5 student prej ushëtës, prej shtullit, prej kirilit, prej metodit, ne ti gjini studentet më të mirë, edhe le ta zbulojnë, pse Allahu gjelle shanuhu e gjelle gjelaluhu, pse Allahu i lartë madhëruar tha, për balli, pse? Se aji thot, në Kur'an, kjo në Kur'an përse, aji është balli gënjeshtar. Interesant. E dini që, krejt trikat ne që i bojmë dinjahë, krejt dalën prej ballit, prej kësaj pjesët për parë. Kjo pjesa ku dalën iniciativa për të bënë gjinare, e di ku nga ku vjen, nga kjo pjesë e përparë me ballit. Iniciativa për të bënë gjinare, për të bënë punë këqia,
për të ndëgju shejtanin, vjen mu prej kësaj pjesë të parme të ballit. Një inxhinier në Amerikë son aksident, një inxhinier ka pas shumë respekt në ato mjediset mjekësore dhe shkencësore të Universitetit të atij qytetit, edhe çfarë? I hin disa hekra në ball. Ashtu e ka pas fatin i shkretit. Edhe vdes, marrën e bën operacion. I ashojnë krejt ato aspiratorët kryesor, ato damarët kryesor, që e orientojnë njeriu për të logjikuar mirë ose keq, e di nga vishin, nga pjesa e përparme të ballit. Nga kjo pjesë, vetë amerikanët i kanë vërtetuar këtë. Ne muslimanët s'u ne vërtetojmë. E dini pse? E dini ju pse, krejt e dini. Se ne sot për momentin shekull 21 vrasëm vlau. Ne sot muslimanët vërtet ndoshta nuk them se jemi faqezes e botës, sa ato na etiketojnë shumë na etiketojnë. Vallahi billahi, në qoftë se ndonjëherë Evropa dhe bota i është ndërhak muslimanëve, tash jo ndërhak. Se vërtet na etiketojnë me shumë padrejt. Se jo gjithë muslimanët janë të këqij, jo gjithë krishterët janë të këqij, jo gjithë jehudit janë të këqij. Andaj, çdo gjë që bëhet në botë, muslimanët e janë. E dini pse? Sepse kjo vjen si pasojë e dënimit të Allahut që na çon neve, sepse ne me mos praktikimin e Islamit kemi humbur krenarin. Prandaj su mire me zbulime shkencoreve. Ne hala duhet ta zbulim një zbulim që e kemi humbur. Cili është ai zbulim? Është krenaria. Ta çon krenaria. E di si çon krenaria? Me dije, me shkencë edhe me ekonomi super të zhvilluar. Edhe me pasuri. Ne këtë fundit e kemi, të parën dhe ditës e kemi. Ekonomin, pasurin e kemi, alhamdulillah. Ato qobon të Emirateve, qobon të e Dubai dhe Katarit, qobon të e Omanit, qobon të e Bahreinit, qobon të Saudis, qobon të e Kuwaitit, qobon, vallahi, para 50 vjetë, devet nuk kanë ditë t'i rujnë, sot bëjnë ka 500 metrë nga 1000 metrë ndërtesa. Gjanë që është një ndër paralajmërimet më të rrezikshme të pejgamberit alayhis salam. Kur çoban do ndërtojnë gradacega. Këmë zvatur, deri gjë, nuk ka, edhe sot nuk dinë ato sa bëjnë dieti. Edhe sot nuk dinë, pse i mëson tjetër kush sa bëjnë dieti. Ju prishet dera vjen prej New Jersey, vjen ja rregullon derën e xhamisë pejgamberit. Prej Hollande vjen ja rregullon derën e xhamisë pejgamberit. Pse? Se s'ka ditë ta bëjë. Se rregullon vetëm ai që e bën. Kjo humbi krenarie. Kjo është humbi krenarie. Pse? Nuk është marrë me shkencë. Kjo problemi se pse Zoti do i kapje për balli, edhe do i fusën në xhenet. Se ky balli ka pas faj. Ky balli ka pas faj. Kjo zemër e smurë ka pas faj. Ky gjoksi ngushtuar ka pas faj. Kjo është pasojë e smundjes. A është se rrezikshme pasojë e smundjes e zemrës te Allahu, ngushtimi i gjoksit te Allahu? Është se rrezikshme. Kjo për këtë dynjë, por botën tjetër mos pjesin, ka dënime tjera. Ju thashën e parës. Smundja e zemrës medicinale mbaron edhe dhimbja dhe smundja në këtë dynjë. Një ditë me të mirë me të keq do shkosh ke varë. Ama smundja e zemrës ka Allah nuk mbaron. Do miresh në pitje për Allahu që në shanu më që në gjelalu. Jo rasisht në surët El-Inshirah, Allahu i thot pejgamberit alayhis salam, "Elem nashrah laka sadrak?" O Muhammed, a nuk ta pastruam në ty gjoksin? Sadrak. Ju dini shumë mirë, Muhamedi alayhis salam, edhe pse jemi në ditët e lindjes, ne jemi gëzuar kitë për ardhjen e nurit të disisë në tokën e Arabisë, si një trëndafil që qeli në shkretëtir, ai ishte Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Edhe mirë se erdhi. Elhamdulillah që Zoti e çoi në një mes nga kanibalista i shndroi në njerëz, nga vrasës i shndroi në paqësor, nga njerëz zemër gur, i shndroi në zemra plumbi dhe zogjesh. Këtë e bëri kush? Islami, Kurani dhe Muhamedi alayhis salam. Nga njerëz që vritnin, varrosnin vajzat e tyre të gjalla, e shndroi çfarë? Në njerëz që kishin mëshirë jo më për fëmijët e tyre, por për gjithë fëmijët e botës. Këtë kush e bëri? E bëri një Muhammed, një pejgamber, të cilit Allahu i tha, a nuk ta pastruam gjoksin e ti, o Muhammed. Edhe pastaj çfarë i tha në surën e Duha?
Alam yajidka yatiman fa'awa. O Muhammed, a nuk të gjetëm jetim në ty? Në ty gjetëm jetim. Fa'awa, edhe çfarë? E të strehua. Edhe vërtet pejgamberi Islam vërtet erdhi jetim. Ai nuk e pati fatin në këtë dynjë ta thotë fjalën baba, babi. Zdinte. Pse? Sepse baba i vdiq ende pa mos lindur Muhamedi alayhi salatu vesselam. Kur nana e tij Eminja ishte në muajin e 7 të shtatzanisë. Mbas di muajsh lindi Muhamedi alayhi salatu vesselam. Por lindjen e tij u gëzuan tokë e qiellit, dashur vëlla musliman. Gëzoi edhe ti. Si të gëzohen e sot. Ti themi o Muhammed, unë u gëzova se në Irak janë vrarë 2 milion musliman. O Muhammed, unë u gëzova se në Siri ka arritur numri i të vrarëve afër 1 milion. O Muhammed, unë u gëzova se në Turqi ka 2 milion e 500.000 refugjat. O Muhammed, unë u gëzova se 1 milion musliman maltretohen nëpër kufite e Greqisë, Maqedonisë, Turqisë, Serbisë, Slovenisë, Austrisë, e Gjermanisë, këndej. Këtë kjo është ummeti Muhammed a.s. Wallahi billah, betohem në Allahu që është një se vërtet jo tur, po nuk e di si do t'i dalim për para Muhammed a.s. A ju jeni ummeti im? Po ja Resulullah. A ju jetuat në 2015? Po ja Resulullah. A i shifshi vlezit e mi, pasarësit e mi? A ju jeni ummeti im? A ju do të jeni me mund të Kautheri? Kautheri është një burim në xhenet, apo dikush thot në kiamet. Kautheri, në të cilin do të mundohen muslimanët, do të bëjnë hujum do të bëjnë muslimanët të pinë ujë nga ky vend. Ai që do pije ujë në Kauther nga dora e nderuar, e ndrishme Muhamedi a.s. nuk do të ndjeje etje kur, edhe ai ka të garantuar xhenetin në ditën e kiametit. Ati që do t'i mundsohet të pije ujë nga dora e pejgamberit në ditën e kiametit, në xhenet, ai do të shpëtoj për gjithmonë nga xhenemi. Kush? Ai të cilit kur i është kërkuar një 100 euro për studentët, ka thonë tash e bëj darsën, bane darsën, Zoti muhabetin dashur. Ai të cilit kur i është kërkuar për një jetim t'i ndërtoj një shtëpi, ka thonë e bëj djalin sinet, fal. Allah i thot, elem je gjitë ke jetimin fa'awa. Ai ishte jetim, na mësoj se si të mbrona, si të kujdesena për jetimat sot. Ai më së tepërmi vallahi billah, nga gjithë ajo që i kam lexuar dhe që i lexojmë, më së tepërmi në këtë dynjë i ka dashur jetimat. Në qoftë se don të jesh prantit e Kautheri, duhet i duash jetimat. Në qoftë se don të jesh prantit e Kautheri, duhet të jesh i lexueshëm. Lexosh. Se fjala e para i ka zbrit lexo. Në qoftë se don të jesh te Kautheri pranti, duhet i duash fukarat, ma shumë se zenginët. Këtë nuk e them që ti urrejsh zenginët, jo, respektoj krejt njerëzit. Ai ka respektuar të gjithë, po më para fukarat. Zengin lëku më i madh për një fukara është ti thua selam aleikum si ja jemi, vallahi billah. Ai do të gjejë në atë moment vetë si milioner. Nëse si elhamdulillah nuk kam, ama më duhen njerëz, shikoj zotin. Kjo është një këndësi. Edhe atë dezon e gjumi si kinç. A kur ja kthen shpinën ti, ai tjetri, ndërsa pejgamberi i ka bën vëllezër, i ka bën. Për të thonë, jetimat janë vëllezërit e mi. Ata që kujdesen për jetimat, në ditën e kiametit, me mu në xhenet do të jenë si këto dy gishtat, edhe i ka afruar dy gishtat. E shesa lart pejgamberit do jesh ditën e kiametit. Nëse kafilul jetimi, kujdestari i jetimave në ditën e kiametit, në xhenet me pejgamberin do jetë 5 cm lart. Ti jesh me pejgamberin farmadhar, ti jesh në xhenetul firdausit. A ti jesh në xhenetul firdausit, mbi xhenetin firdausit është arshu alaj, arshi Allahu dhe shanu. E shesa kullajt fitoj xhenetin. Ama ta kuptosh një gjë. Kjo dinjë është shumë e shkurt, edhe atë investim
E ma bjene me t'i rabbike fahaddith, Allah o thët, ma të pasuri që ne ty ta kemi dhanë, ma të pasuri fol në pasurin tonë dhe në rrugë të Allah që në shanë më gjelalu. Në qofë se pasuria jote është shkak të largohen nga Allah, ta di që vallahi, billahi, Allah ta ka dhanë pasuri të të dënoje e të të pengoje më hish në gjennet. Po. Pse? Se ti je lakmitari pasurisë, edhe ai ta shton. Edhe në këtë mënyrë Zoti e shton bereqetin. Si, kur e sheh që ti më shumë e don pasurisë në namazin e yatsis, namazin e drekës, namazin e xumos, ai ta shton. Ti kanë për pasurinë. E japi pasurinë. Pse? Hala mos ketë kohë falje namaz. Po. Kjo është dënim është. Ti do më ka dhënë Zoti, sheh, po zemrën e kam merrur. Dhe shohim zemrën dikush tjetër i provon zemrën sa të mirë ke. Kujdes nga kjo zemrë, tash u musliman. Në qoftë se duan të jepë pejgamberin alayhis salatu wassalam, të paktën, nuk them as shumë. Nuk them shumë. Një 5% ti përngjajmë atij një herë në javë, hiç më tepër. Një herë në javë. Fa'amma al-yatima fala taqhar. Yetimi mos e përbuz. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Kjo është gëzosh për ardhjen e Muhamedit alayhis salam që jetë në këtë dynjë. Edhe mos e përzi fukarat. Jo ato fukarat që kanë biznes, jo ato. Ma ato kemi pasru punën, jo. Me fukarat që vërtet janë fukarat. Ka fukarat shkreqë, vallaj nuk ka të haj, nuk ka të pi, i vjen varë të kërkojë. Të mirë, të mirë kuptimin ekonomik. Edhe ato ti duhet të gjurmojsh, a ka nevojë, s'ka nevojë. Me këtë do jesh ditën e Kiametit, do jesh me pejgamberin alayhis salam. Në qoftë se je me ata që i ka dash Muhamedi alayhis salam, ti do jesh me Muhamedin alayhis salam bashkë me ata që i ka dash Muhamedi alayhis salam ditën e Kiametit, inshallah taala. Një ditë prej ditëve kur Muhamedi alayhis salam e bëri haxhin e lamtumirës, që deri shumë mirë. Haxhi i lamtumirës ka ndodhur në vitin e 10 të Hijretit. Se në vitin e 8 kur shiru Mekja, 10 vjet pasi që shiru Mekja, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bëri haxhin e lamtumirës, këtë e kemi definuar. Po e përsërisa për informacion edhe kulturë të përgjithshme ta keni. Pse quhet haxhi i lamtumirës? Nuk quhet haxhi i lamtumirës se pejgamberi kurse ka bërë ditë haxhi tjera, jo. Quhet haxhi i lamtumirës sepse mbas haxhit pejgamberi alayhis salatu wasallam ka jetuar edhe 81 ditë edhe ka vdekur. Ka shuk Allahu. Prandaj quhet haxhi i lamtumirës. Në haxhin e lamtumirës, një ndër fjalët që i tha Muhamedi alayhis salam xhamatit të vet ishin: o njerëz, o shokët e mi, o të dashurit e mi, dëgjoni mirë këshillat e mia në këtë haxh, në Arafat e mbajti këtë hutbe. Dëgjoni se ndoshta haxhin tjetër pa mund të ta bani. Kur e tha ndoshta haxhin tjetër pa mund të ta bani, kret filluan të qarë. Pse të qarë? Sepse e kuptuan që Muhamedi alayhis salam nuk do jetë në mesin e tyre. Një ndër ata që e kuptoi i pari, e dini kush ishte? Hazreti Ebu Bekri radiallahu anhu. Pse? Se para se të thot këtë fjalë, ndoshta haxhin tjetër pa mund të ta bani, e dini çfarë tha? Tha: o njerëz, i jep Xhibrili alayhis salam. Ja shpalli një ajet. Ja shpalli ajetin e para fundit, nuk është ajeti i fundit. Nga surat El-Maide, ajeti numër 3. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. O njerëz, sot për ju përsosa u plotësua akmaltu lakum dinakum. U plotësua Islami, feja ju u plotësua. Wa atmamtu alaykum ni'mati, edhe u plotësua mirësitë dhe dhuntit Allahu xhallahu. Wa raditu lakum al-islam dinan, edhe jam i kënaqur që për ju fe të jetë kush? Islami të jetë fe. Mbaroi Islami u kompletua Islami me ardhen e Muhamedit alayhis salatu wasalam. Ki nuk është ajeti i fundit. Dikush thot ajeti i fundit, nuk është. Ajeti i fundit është ajeti 281 nga surat Al-Bekare. Do ta lexojmë pastaj nëse kemi kohë, edhe pse koha ka kaluar shumë. I dashur Allahu musliman. Ebu Bekri e kuptoi i pari kur e ndëgjoi këtë ajet. I tha: "Ja Ebu Bekr, pse qaj?" Tha: "Qaj se zbriti ki ajet. Wa raditu lakum al-islam dinan." Çfarë i tha? Ja Ebu Bekr, po ajete kanë zbrit shumë. Kjo është si ajete të tjera. Ebu Bekri tha: "Jo, kjo ajet nuk është si ajete të tjera, sepse kjo ajet është direkt për Muhamedit që ma nuk do jetojë në mesin tonë vitin e ardhshëm. Prandaj qaj. Wa raditu lakum al-islam dinan. Jam razi që për ju të jetë fe Islami." Edhe erdhi në Medinë.
Muhamedi a.s. bashkë me shokët e tij. Kur ju randua smundja, nuk donte të shkoj ke Allahu para se me vizitu çfarë? Shokët e tij dëshmorët, shahidët e luftës së Uhudit. Hajde tham qoni, ishte i smur shumë, e atë gjers. Tham qoni t'i vizitoj shahidët e Uhudit, vëllezërit e mi që u vranë në Uhud. E muro pejgamberi në Islam, edhe qonë t'i vizitoj Uhudin e din ju ku është. Agjilerë që është në Medinë e din ku është Uhudi. Varezët, njën ndër ata që janë të varosur në Uhud, është edhe Hazreti Hamza, radiallahu anhu, luani i ushtrisë së Uhudit. I vizitoj dëshmorët e Uhudit, ju dha selam, esselamu alejkum ja ehlel kubure, paqja Allah qoftë mbi ju, o ju banorët e këtyre varezave, ju keni shkuar para meje, do të kështu, unë inshallah së shpejti do vi pas jush të ju do ju vizitoj. Do jenë në mesin tuaj. Tani mo 80% u murë vesh që Muhamedi a.s. do të shkoj kja Allahu gjëlle shanuhu o gjëlle gjëllanuhu. Rrugës duke u kthirë prej Uhudit për në Medine, për të xhamia e tij, Muhamedi a.s. fillon të qaj, i thamë se qaj ja Rasulallah. Tha qaj, sepse më ka marrë malli për vlezrit e mi. I tha ja Rasulallah, a nuk jemi në vlezrit tu? Sahabë që ka. Ja Rasulallah, a nuk jemi në vlezrit tu? Muhamedi a.s. tha, ju jeni shokët e mi, nuk jeni vlezrit e mi. Vlezrit e mi janë ata që do vinë pas meje, do më besojnë, por nuk do më shohin. Ata jemi ne. Do më besojnë, por nuk do më shohin. Ata që ndoshta edhe njëherë në ditë salavat nuk shkon me në dikujt i quaj Muhamedi a.s. A ka qaj për me? Allahumma salli ala Muhammedi wa ala ali Muhammed. Më ka marrë mallit atë për ata, për ne. Muhammedin e ka marrë mallit për ne, o i dashur Allah musliman. Edhe çfarë më thon kjo? Që asnjë orë mos të shkruaj kot pa i thënë salavat Muhamedi a.s. Kishte nga berjo. Muhamedi a.s. që gjithë ato sahabë që i kishte, nuk i tha do marrë malli për ju. Më ka marrë malli për vlezërit, neve da ka qytë vlezër, jo shok, vlezër. Ju tha jeni shokët e mi, ata janë vlezërit e mi. Për ato ka marrë malli që, vërtet ka marrë malli. Do më besojnë, ama nuk do më shohin. Ja Resulullah, paqja Allah qoftë mbi ti, në familjen e tij të pastër inshallah. Allahu na bekoft gjithë inshallah, u zot gjithë inshallah. I zbut zemrat tona ya Rabbel Alamin. Që na takojnë neve me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në botën tjetër, në mahsher. Qoftë shëfaqiu jon, në shpejtësimin e dhënies së llogarisë për Allahu dhe shanu, te kantari, te vaga, te maqe e veprave tona, sidomos te vendi ku kalohet ura e siratit inshallah me kollëllat dhe na bashkof me të në Xhennetul Firdaus inshallah. Muhammed Mustafa ya Rabbel Alamin, walillahi al-Fatiha. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله